Mirëmbrëma, përsëri e premte dhe siç jemi mësuar, çdo të premte kemi nga një të ftuar në një orë për veten. Duke qenë që është një podcast, po e quajmë një live i cili është spontan, sigurisht nuk ka një studio specifike, sepse kur ne duam të gjejmë një orë për veten, gjejmë një moment të caktuar kur jemi të lirë nga gjithçka. Dhe pikërisht edhe sot jemi në një ambient tjetër ndryshe nga dy podcastet e tjera. Për të gjetur një orë për veten është gjithmonë e rëndësishme sepse na duhet për të marrë informacion. Një orë qoftë duke lexuar një njoftim të ri, duke konsumuar një kafe me të afërm, duke njohur njerëz të rinj nga të cilët mund të përfitojmë, por ndonjëherë kjo e fundit bëhet pak e vështirë dhe kështu unë përpiqem që të gjej një mënyrë komunikimi me njerëz të cilët kanë çfarë japin, me njerëz të cilët kanë eksperiencat e tyre, qoftë akademike, qoftë jetësore, qoftë profesionale, dhe një nga ata sot është ajo që unë kam lançuar gjatë javës, Ylka Yahya. Ylka është një vajzë dursake, edhe po themi durs gjithmonë na personifikohet një individ i cili është solar, me diell, i qeshur dhe sigurisht edhe Ylka ashtu është. Ajo është avokate në profesion, por ka një dëshirë të madhe për të bërë mentorimin e studentëve. Një fjalë që e dëgjojmë shpesh. Jam mentor, dua të mentoroj e të tjera me radhë. Po çfarë është në të vërtet mentorimi? Cili është individi që mund të bëj mentorimin dhe çfarë duhet praktikisht mentor në Shqipëri realisht ka mbërritur vonë dhe ka qenë ndër ato fjalë të cilat janë përdorur vetëm sikur ka të bëjë me mendjen. Pra një individ i cili të mëson ty si të mendosh, si të sillesh, si të thrasësh para, si të krijosh mirëqenie e tjera me radhë, por në fakt mentori nuk ka vetëm këtë rol. Ylka, të lutem dil, bëj edhe një herë ftesën të të bëj aset sepse nuk po e merr. Pra, nuk ka të bëj vetëm me këtë. Ne gjithmonë kemi dashur që dikush të na udhëzoj, dikush të na tregoj se me këto aftësi që ti ke, ti mund të shkosh në këtë rrugëtim të zgjedhjes së studimeve. Por nga ana tjetër u futëm në studime, cilat janë rrugët që një student të hecë më shumë, çfarë është kjo qeveria studentore, çfarë ndodh pas bërjes së teorisë, si mund të gjejmë neve punë, si mund të krijojmë një format punë projekt. Një sekond. Nuk e di, ka më del që je pa, nuk mundesh që të lidhesh dhe nuk e di çfarë ka, mos nuk e mjaftueshëm internet. Wow. U lidhe? Më në fund. Po, mirëmbrëma Ylka. Unë nuk të shoh, nuk di a më sheti mua dhe ata që po na ndjekin na shohin të dyjave, se për ata është më e rëndësishme që të shohin. Unë të shoh. Okej, nuk e di çfarë kam unë atëherë, që nuk të shoh dot. Dikush të më shkruaj nga ata që janë në live nëse na shohin të dyjave apo jo. Gjithsesi, po thoja që secili student bën fakultetin dhe pastaj gjithmonë ngelet në një formë udhëkryqi, por edhe kur është në fakultet, përsëri faleminderit Zita. Faleminderit. Përsëri në fakultet ka vështirësi për mënyrën se si ta bëj një detyrë, se si ta bëj një shkrim akademik, se si ta bëj një punë në grup, se çfarë do të thotë të bësh një publikim e të tjera me radhë. Dhe pikërisht për këtë arsye na duhet dikush të na mentoroj, dikush që ka një profesion të caktuar, që ka një kapacitet të caktuar, që ka një eksperiencë të caktuar dhe mbi të gjitha dikush që e do me pasion këtë gjë. Dhe pikërisht ajo është Ylka Yahya, avokatja që unë ju prezantova pak më sipër, është ajo që ju tani po shihni dhe ju thash që vajzat dursake janë solare dhe shikoni se sa të vërtetë kanë pasur këtë fjalën. Ylka, të falenderoj shumë që të kam sot. Vërtet jam shumë e bindur që ata që do të na dëgjojnë qoftë tani në live, por edhe pasi live-i të postohet për rrjedhët mungesës kohës të disave, do të mbeten të kënaqur sepse vërtet ti je ndër persona që ke çfarë jep që në mënyrën e të prezantuarit e deri tek ajo që ti ditë bësh më mirë. Ylka është ndër vajzat që merr iniciativa dhe një ndër ato është pikërisht ajo që do na shpjegoj sot, lidhur me një akademi specifike që në Shqipëri, të paktën në dijen time, nuk është që ekziston. Megjithatë unë po lë që ajo të prezantohet vetë dhe pastaj hapa sapi të bëjmë pyetje.
Fillim mbrëma dhe njerë hyrita dhe shumë faleminderit që jemi bashkë në këtë live. Si fillim mund të jam mirënjohëse dhe falenderuese ty për çdo iniciativë tënde që unë admiroj kaq shumë dhe frymëzohem kaq shumë. Për dashurinë e madhe që ti ke për të përcjellur dije, duke i gjetur ato mundësi dhe në skutat më të errta ti e gjen diçka për të dhënë diçka tek publiku me kaq shumë dashuri. Faleminderit që sot bashkë do të diskutojmë një temë që unë prej kohësh e kam menduar, por nuk dija si ta sidhe dhe si ta realizoja një gjë të tillë. Ti e shpjegove shumë mirë mentorim, ne dëgjojmë shpesh, në rrjetet sociale dëgjojmë shpesh çfarë është. Unë do të jap një përkufizim të mentorimit, dhe pse e kam lidhur me pjesën e studentëve dhe si ka, nuk e di për prezantimin tim ti fole pak, unë do flas më tepër tek tema për cilën jemi këtu. Faktet se dua që gjithë secili ta prezantoj veten, edhe kështu e kam si praktik. Se ne po përgjithsisht në Shqipëri kemi të vështirë të prezantojmë veten, edhe kur e flas për veten. Është e vërtet, po prandaj po duket sikur po lavdërim veten. Jo, rregull, unë jam krenare për veten time, për ato që kam bërë deri tani. Po, unë jam Yllka Yahja, jam me profesion, parapëlqej gjithmonë të them jam juriste, sepse përpara se unë bësha avokate kam qenë juriste. Jam e diplomuar në 2011, jam sistemi vjetër, 4 vjeçar në sistemin e drejtësisë. Në 2013 jam licencuar avokate, e kam ushtruar si profesion relativisht jo shumë gjatë, në vitet e para kur jam licencuar, me një shkëputje pastaj nga avokatia, por jo nga dëshira për të studiuar rreth fushës drejtësisë. Ka qenë një 10 vjeçar, ku unë jam marrë goxha me studime rreth drejtësisë, kam bërë punë të tjera, po jo në profesionin e avokatit, po që kishin lidhje me këtë pjesë. Arsyet pse unë jam shkëputur nga përfaqësimi, siç avokati, unë i kam diskutuar edhe në video të tjera, dhe nuk dua të jem përsërit se për mos të dhënë nota pesimizmi tek të rinjt, por kanë qenë arsyet e mia personale për të ruajtur një lloj reputacioni dhe figurën time. Kam punuar në institucione financiare o bankare, kam punuar në shoqëri përmbarimore, kam punuar në administrata universiteti, dhe më pas zgjolla që mos punoj për të tjerët, por punoj për veten time. Unë kam forcë, kam kapacitet, kam mundësi që dhe vetëm mund ta jap atë çka dua të bëj unë. Kur them vetëm, marr iniciativën, sepse ne sigurisht që do të kemi njerëz syrta se vetëm nuk bëhen gjërat. Dhe para 3 viteve unë kam pas një fat shumë të mirë që kam takuar njerëz shumë special, të cilët më kanë shtyr për të realizuar ato çka unë kam pas dëshirë të bëj. Dhe para 3 vitesh, unë kam më thënë çfarë duhet bëj unë për të rinjt. Kam marrë disa doja të pyesja, në gjithë rrugëtimin tënd, pavarësisht me heqje dorë nga njëra rrugë apo futje diku tjetër, a ke patur ti një figurë mbështetëse që sot konsiderohet mentor? Jo. Dhe kjo është arsyeja pse unë sot kam zgjedhur të prezantoj një projekt që shumë shpejt do ta lançoj, do t'i bëhet dhe marketingu atij projekti, për të mbështetur të rinjt, studentët dhe kryesisht studentët e fakultetit të drejtësisë. Kam eksperimentuar për 3 vitesh tashmë, kam punuar me të rinjt, e kam bërë mentorimin e tyre dhe në rrugë private pa e treguar. Sot është hera parë që unë po e tregoj. Faleminderit. Që nga poshtë parë që nga eksperiencën time, unë kur kam qenë në moshën e atyre, çfarë kam kërkuar dhe askush nuk ma ka dhënë. Kam dashur të bëj një pyetje dhe nuk kam ditë ku ta bëj. Kam shkelur një rrugë 3 vite në profesionin e avokatit. Kam rënë, jam ngritur dhe sot unë atyre të rinj dhe i them, shiko, zgjedhja do ta bëni ju se çfarë doni, por unë ju orientoj për të bërë këtë gjë. Kemi pas probleme tek mënyra e studimit dhe nuk dinim, sepse ndoshta atëherë nuk ka qenë dhe ka qenë zhvilluar dhe informacioni Yrida në ato vite. Kanë qenë ato qendrat e internetit kur ne shkonim, jo të gjithë kanë pas kushtet ekonomike për të blerë kompjutra dhe ishin ato që paguonim lekët dhe shkonin bënin punë me projekte. Dhe sot këta të rinjt kanë marrë indicie nga unë se çfarë duhet të bëjnë, si nga mënyra e studimit, dhe për sa i përket fushës nga marrin mirë 4 vitet e fakultetit, 5 pa kaluar pastaj tek juristi apo avokati se si duhet sidhen tek vendi i punës, si duhet prezantohen me klienti, si duhet komunikojnë, sepse dhe profesioni jon, si çdo profesion, ka ato sekretet e veta. Tjetër.
Pra, praktikisht, kjo është ajo që mentori bën, nëse dikush do ta pyeste, do thoshte, ok, po kjo është mentori, se unë mentorin e kam dëgjuar që mediton ose të udhëzon. Ja, atëherë unë duhet t'i veja një emër. Mentorim është dikush që të udhëheq. Është duhura, madje fjala mentor, kur studentët që vazhdojnë për mësuesi duan të bëjnë praktikat, personi që udhëheq quhet mentor. Por, jo për të gjithë njëtë si term, ndaj edhe solla në formën e një shakaje, të them. Po, mua më pëlqen, unë e kam mendu gjatë. Ajo që unë do të krijoj do jetë një yje akademi dhe do jetë një numër i kufizuar studentësh që do jenë për një vit akademik mentorimin tim. I kam vënë fjalën mentor sepse gja është i vrar veshin. Një mentor është një udhëheqës, një drejtues. Ata do më kenë mua aty për 10 muaj akademike. Do më kenë aty si mbështetje. Thash, unë e kam bërë deri tani. Me pyetje zysha do t'iki në këtë vend pune, a është mirë ky institucion, çfarë pritshmërit kam, të lutem më jep një indicje, gjithmonë pa ndikuar tek vendimarrja. Unë atë rinjve që kam punuar i kam lënë që të zgjedhin ata kush është më e mira për ta. Unë i them këtë dhe ata zgjedhin çfarë ndjejnë të bëjnë pastaj. Ka qenë 3 vite eksperiencë Jurida dhe ky mentorim për mua është sinonim i fjalës dikush që të drejton. Ti merr një mendim, i merr një këshill. Kjo do jetë ajo ideja asaj për atit projekti që unë shpejt do ta publikoj dhe siç e ka në fokus studentët e drejtësisë, nuk do jetë vetëm kjo. Do jetë një numër antarësimi që do ndjen mentorimin tim, sigurisht që unë do të vazhdoj me kurset që janë në ndihmë të studentëve, do të jetë programi me trajnimet më të specializuara rreth profesionit tim, po që një numër i caktuar do të punojnë një vit të tërë akademik me mua. E kuptoj. Çfarë kushti duhet të ketë ky studenti që të jetë pjesë e akademisë? Duhet të jetë pjesë e akademisë, sepse shumë mund ta duan që në momentin që dëgjojmë këtë themi, ok, tani unë pas kam detyrat gati, ose ndonjëherë ne perceptojmë të gjërat sipas asaj që duam. Një student thotë, ok, tani unë do flas me dyshylkën edhe çdo gjë e zgjidha se ndihmon ajo ta bëj. Ka një kriter të caktuar? Unë të thash, numri i antarësimit do jetë shumë i kufizuar, vetëm ata student që kanë dëshirë që të punojnë dhe të jenë sistematik. Një pjesë e mirë e tyre, diku tek 40-50 mua tashmë më njohin, dhe ajo që unë i kam kërkuar është dua njerëz të rinj që janë disiplinë, të njohin disiplinën. Nëse do punosh me mua, janë oraret shumë të rregullta. Një nga kushtet që unë kam me të rinjt është të jenë të disiplinuar. Disa nuk janë, i kanë marrë rrugës të pjesën e disiplinës, por nuk do të vë kritere Jurida. Nuk mund t'i vë kritere një të riu në vit të parë të fakultetit një 18 vjeçari. Ai do jetë, ato kanë më shumë nevojë, sidomos vitet e para, kanë më shumë nevojë për një udhëheqës, për një mentor. Por do jetë numrit, si kriter është vetëm numri kufizuar. Që do të kenë ato fatin që do të jenë pjesë e antarësimit të kësaj akademie. Cilat janë nga eksperienca gjithmonë e jotja, cilat janë, po themi, shqetësimet që shprehin më shpesh, apo për çfarë kryesisht kërkojnë ndihmë studentët sot? Ku gjenden të paorientuar apo ku kanë probleme specifike? Të rinj që vinë nga rrethet. Të rinj që vinë nga rrethet, Jurida vinë në Tiranë, kanë dëgjuar, kanë parë në Instagram, kanë parë rrjete sociale dhe kur vinë këtu përballen me një realitet tjetër. Tirana mund të themi që është më e zhvilluar se qytetet shumë larg në distancë gjeografike nga Tirana. Ato vinë këtu përballen me bullizimin, ndjen inferior, tek mënyra e komunikimit, tek mënyra se si vishen, fillojnë problemet ekonomike se të ardhurat mujore nuk u dalin. Dhe të gjitha këto element duke i mbledhur keq ushqyerja, fillojnë ushqyen keq kur vinë këtu. Dhe këto janë diskutimet, unë këto i flas me baza se janë diskutimet dhe punët që unë kam bërë mbasi mbyllja kursin, do kishte se s'bën 1 ose 2 studentë që do më kërkonin që të flisnin. Dhe fillojnë fillojnë përballen me këto dhe si vajzat, kam pas më shumë vajza se djem, fillojnë një formë izolimi. Edhe thotë që unë kam bërë shumë gabim që kam marrë në këtë shkollë, unë nuk jam për këtë shkollë, unë nuk do t'ja dalë dot në këtë shkollë.
Edhe filloj në mundin dhe atë pjesën e vetbesimit dhe kam pas dhe të problemet shumë me ankthi. Në momentin që kanë ardhur në Tiranë me pasigurit, ky emocioni që atyre i jep frikë, i jep ankth, dhe këtu e shfaqen pastaj tek ecuria dhe rezultatet në fakultet. Janë shumë faktorë që do kërshëtoheshin me njëra tjetrën. Unë nuk dua të flas fare për pjesën se si funksionon institucioni i fakultetit, nuk është kompetencë e imja. Ka një padashur, nuk dua të ofendoj askënd, unë flas vetëm çka studentët më ka thënë, nuk ka një formë komunikimi të hapur brenda fakultetit. Nuk e kanë studentët atë, një formë komunikative të lirë të kërkojnë apo të pyesin dhe të marrin një përgjigje. Do të thënë, i shoh të paragjykuar të rinjt. I shoh që duhet për çfarë ke ardhur këtu, kur vjen këtu duhet mësosh, ai e di që duhet mësoj, sepse të rinjt duhet mësojnë përgjegjshmërinë. Për sa kohë ata nuk janë të përgjegjshëm, nuk ja kemi mësuar ne të rriturit përgjegjshmërinë atyre, se ata nuk do të mësojnë nga hiçi. Sigurisht. Si ndërtohet një marrëdhënie e shëndetshme ndërmjet mentorit dhe studentit dhe sa zgjat kjo marrëdhënie? Deri ku është cikli që një student ka me ty? Kuptohet, gjatë rrugëtimit në temet e miq edhe mbetemi, por gjithsesi, si funksionon tërësisht? Unë kam preferuar që të krijoj një balancë dhe këtë fjalën e kam thelluar akoma më shumë nga ty, Yrida, balancë dhe në marrëdhënie me të rinjt. Duke dhënë besimin tek ata, duke qenë shumë e thjeshtë në komunikim dhe në të folur me ata, dhe duke ruajtur dhe distancën, por mos krijuar shoqëri. Në kuptimin që unë do t'ju mbështes, merrni telefon kur të doni, më merrni telefon dhe kur jeni në spital që jeni smur. Nëse unë kam mundësi do gjej një të njohur aty, kam pas rastin e një vajze që ka qenë smur dhe ishte nga Hasi, do ta gjej dikë, një infermiere dikë do ta njoh, ose që të shkosh, apo do ta sjellun një taksi që të çojë, por jo të krijoj raport shumë të ngushtë. Pra, të krijoj një marrëdhënie në balancë. Unë nuk i bëj asgjë gati studentëve. Unë thjesht i shumë të ka kuptojnë, ndaj ta bëra këtë pyetjen që pra ne kemi gati, se praktikisht kështu e kuptojnë. Jo, mentorja është unë thjesht të orientoj studenten. Nëse kam për të bërë një detyrë, unë jap mënyrën se si duhet ta kërkojnë informacionin. Ata do ta kërkojnë vetë informacionin, i jap mënyrën se si duhet bëhet radha kronologjike e veprimeve, ata do ta bëjnë vetë radhën kronologjike të veprimeve. Dhe në kurset që unë zhvilloj, sigurisht që i bëj përmbledhje të librit që ata kanë, dhe më pas unë kam një orë tjetër që bëj pyetje përgjigje, dhe ata do lexojnë materialin aty live me mua, se përndryshe unë e di që ata nuk kanë për ta lexuar. Do ta lexojnë 15 minuta dhe unë do bëj pyetje përgjigje për të riprodhuar atë materialin që unë atyre ju kam dhënë. Pra ato nuk kanë asgjë gati nga unë. Thjesht unë jam aty për t'i mbështetur, Yrida. Flas me atë çka kam bërë deri tani për t'i dhënë këtë kuptimin e kësaj fjalës mentorim. Edhe doja të shtoja diçka, Yrida, se ndoshta ne na merr biseda dhe ti dhe ju thatë që nuk është në Shqipëri. Këtu ka një gjithmonë këtë lajm e konsideroj si një bashkëbisedim në kafe dhe atë po thoja para se ti të hyje që ne kërkojmë të krijojmë njohje të reja, informacione të reja, por e kemi të vështirë. Dhe këtu unë kam konsideruar si një tavolinë ngrohtë me kafe, me çaj, që më thuaj ti. Në momentin që jemi këtu, jemi të gjithë me ti. Kështu që qëndroj që në rregull të ruaj një lloj etike, se unë e di që mund të drejtohem me ti. Doja të thosha diçka, Yrida. Këtu është një person që po na ndjek, që unë para 2 viteve kam diskutuar me atë personin që ka hyrë tani dhe kam thënë çfarë duhet të sjellun diçka tek të rinj dhe ai thoshte që ti përgjigjen do ta gjesh, dhe ti ke për ta sjell diçka për të rinj. Si do ta lidhun këtë profesionin tim për të bërë diçka. Kam hyrë, kam kërkuar, Yrida, dhe këtë dholën e kam parë në Indi. Ndoshta të duket çudi, po kam ndjekur një avokate indiane. Më pas kam kërkuar dhe më dashë dhe nga indishtja të gjej në Google Translate me zori kam përkthyer ca gjëra që ta kuptoj çfarë ishte ky mentorimi në lidhje në fushën time, po ta bëjun me të rinj. Çfarë mund të jap unë në fjalën mend brenda kësaj fjale? Kam pyetur edhe një nga shtetet e Amerikës, nuk e mbaj mend në cili shtet, që ishte dikush që e bënte këtë me të rinj. Thashtë okay, kur dikush e ka bërë, mund ta bëj edhe unë. Sigurisht. Edhe e kam gjetur, sepse nuk është tash
kur unë të rinj nuk punoj vetëm të bëjmë atë kursin profesional, atë kursin për të marrë provimin. Unë dua të krijoj një grup, të punoj me një grup që nesër ata të punojnë me të tjerë. Ky është qëllimi im. Pra, Nëse unë e habita me 10 student, të shoja konceptin dhe nëse këta 10 student ka thënë faleminderit që na e ndryshove mënyrën se si ti shohim gjëra, thash ok, unë do vazhdoj ta bëj dhe me të tjerë. Do të thënë që dua që të krijoj një brez për sa i përket fushës së drejtësisë të shkëputur totalisht nga programimi i vjetër. Ata nuk ka nevojë më të kenë shembuj askënd. Ata do bëjnë atë çka shohin të drejtë që duhet bërë në këtë vend. Ata nuk ka nevojë të ecin më në gjurmët e askujt. Nuk ka nevojë më ndonjëri të më bëni praktika në përzyra avokatie. Ju do bëjnë avokat si ju e mendoni që do jeni dhe të sillni më të mirë në këtë vend. Ju nuk do merrni më shembuj, ose merrni shembuj dhe illuj, po merrni më të mirat. Sigurisht. Edhe trajnimi që unë kam bërë avokati dhe roli i tij veçantë në shoqëri, ka qenë pikërisht për të sjellë një figurën e avokatit të pastër, rolin që ai vërtet ka në shoqëri dhe jo epitetet, mbi emrat që janë vënë kaq shumë figurës avokatit. Thjesht fare dua të formoj një grup të rinj me një ndryshim programimi për sa i përket konceptit të bërit të një shkolle të fakultetit të drejtësisë. Për çfarë është kjo shkollë? Duke dëgjuar kaq shumë, pra që nga bërja e po themi një orientim drejt detyrave, një orientim drejt tregut, deri tek më merr në telefon kur jam në spital. Tani, është një mision, është një detyrë apo është një bashkëudhëtim të qenurit mentor? Kjo ka qenë jam gjitha bashkë, ka qenë një ëndër shumë e re. Në kohën që kam qenë pjesë e parlamentit rinor, gjimnaziste, gjithmonë thosha që një ditë unë dua të bëj diçka për të rinjt. Në atë kohë ne kemi qenë shumë aktiv Brezion, ne merreshim me shumë fushat, atje kujton hyrida, kishim shumë unitet dhe në qytete që bëshim aktivitete, ne mblidheshim parlamentet rinore, kemi qenë Lezhë, Durrës, Fier, kemi qenë 3 koalicionet më të fuqishme në Shqipëri, thoshim, edhe bënim shumë për njëri tjetrin. Thosha, a një ditë dua të punoj dhe unë me të rinjt. Rrugës, Zoti që na ka krijuar na përball me gjëra që thotë prit se ti si e gati, duhet të mësosh këtë, duhet të mësosh këtë për të arritur. Ka qenë një thirrje kjo pjesa për pastaj një dëshirë e hershme dhe më pas një thirrje për të zgjuar. Çfarë do bëj unë për të rinjt? Unë e kam thënë edhe te një podcast që kam bërë, influencimin e kam marrë nga një libër që kam lexuar dhe e them dhe përsëris gjithmonë, ka qenë 2 rrjeshtat atit librit që unë i kam në memorje, kur thotë që kjo rini nuk ka faj për asgjë. Kjo rini nëpërmjet drogës, prostitucionit, kafeve plot, dëshirës për mos të bërë asgjë, nëpër telefona thjesht po u lëret dhe po thotë shiko ne kemi nevojë për ndihmë. Këto na e keni dhënë ju. Ju na e keni dhënë. Nëse unë po jap 100 euro, 200 euro për të marrë provimin, ju na e keni mësuar se ne nuk e dini. Vërtet është. Dhe pasaj të një mision, dhe është një mision, sepse përderisa gjërat bëhen me shumë dashuri dhe nuk kam një kufizim për t'i ardhur në ndihmë këtyre studentëve, duke ndërthurur anën profesionale dhe duke punuar pastaj edhe me pjesën tjetër. E kuptoj. Sistemi i drejtësisë në Shqipëri, deri ku është frenues për të rinjt dhe deri ku ose sa është pastaj se deri ku mbase është limit i zgjeruar. Sa është suportues dhe deri ku është frenues? Sistemi i drejtësisë mund të them që për të rinjt sot, unë nuk doja sot të flisja me nota pesimizmi, sepse nuk është notë pesimizmi, është e përballur me realitetin. Dikush duhet ta dië që deri këtu e ka hapin diku tjetër. Në thojza se probleme nuk ka vetëm zgjidhje, është tek shumë numri i lartë shumë i studentëve. Duhet skualifikimi i studentëve rrugës, në kuptimin që në fund të diplomohen, sidomos në fakultet drejtësie apo mjekësie, në fund të diplomohen ata që e meritojnë vërtet. Problemi i parë të rinjve sot është numri i madh të diplomuarve dhe oferta shumë të vogla në tregun e punës. Ata thotë do ta mbarojmë të shkollën që ta kemi, se në fund me kamarier do shkoj me diplomë juristi. Një nga shprehjet që ma thon shpesh.
Sistemi i drejtësisë, unë nuk dua ta fus si temë, sepse nuk është sot të flas për sistemin e drejtësisë, ka shumë për të thënë, por media, lajmet, shkrimet, rrjetet sociale, tek ta të rinj, përveç se nota pesimizmi, nuk japin asnjë notë të jem pozitiv për sistemin e drejtësisë. Për momentin ka përmirësime, por vazhdon të mbetet në ngërç. Në kuptimin që të diplomuarit në drejtësi, për sa i përket atyre ambicjeve që ato kanë, sepse kur shkon në fakultet drejtësie, kjo është një nga pikat që unë dua të ndryshoj, gjëja e parë që shkon, ne do marrim shkollën do bëhemi avokat, do marrim shkollën do bëhemi prokuror, do marrim shkollën do bëhemi gjyqtar. Them stop. Nuk janë gjithë prokuror, gjyqtar dhe avokat. Profesioni jo futet në gjithë fushat e jetës. Sot në një shkollë private ka një jurist, sot gjitha kompanitë i kanë jurist dhe avokat. Ky pastaj të orientimi i karrierës. E bëj dhe këtë pjesë. Kam një trajnim për këshillim karriere që i orientoj për karrierën, i mësoj se si të kërkojnë një punë, si të aplikojnë në një punë, si të prezantohen në një kompani private për punë. Pyetja ishte them, të rinj sot për sa i përket sistemit të drejtësisë, unë mendoj që një njeri 22 vjeçar është i papërgatitur për të përballur me një sistem të tillë. Ka hasur barriera në strukturat akademike, apo sepse nuk ka ditur vërtet çfarë priste në këtë rrugtim që nisi. Duhet në thojse në një motive zgjidhim një deg të caktuar dhe shohim që pas ka qenë për ne, po ndoshta nga sistemi, nga presioni i shoqërisë apo nga familja, ne kemi zgjedhur atë gjën tani dhe kur përballemi aty ose gjejmë mbështetje ose shohim vetë rrugën e lehtë dhe ecim. Çfarë ndodh tërësisht? Tërësisht ata rastet konkrete që unë kam pasur, një vajzë më thotë që doja mjekësi, nuk e fitova dot dhe zgjysha përfundova te drejtësia. Dhe vitin e parë kam qenë në gjendje depresioni se po bëja diçka që nuk e doja. Në vitin e dytë ajo ka punuar me mua, ka punuar me mua dhe sot është me mesatare 9.8. Dhe unë i kam thënë vetëm një fjalë. Zgjysha, kur ti ke lindur, Zoti e ka menduar që ti të shkoje për drejtësi dhe jo për mjekësi. Kështu që jepi forca dhe shkëlqe këtu ku je. Tashmë ajo që pengon të rinjtë e fakultetit të drejtësisë është tregu, përballja në tregun e punës. Ata janë të bindur që duhet të kesh shpatullat e ngrohta që të ecësh në këtë profesion. Duhet të ndryshojnë konceptin që jo të gjithë ata që kanë shpatullat e ngrohta mund të çajnë. Nëse do të dia dalësh edhe ti. Nuk është e lehtë. Mundohem të jem shumë realiste dhe vërtet, nuk është e lehtë. Mënyra se si po funksionojnë gjërat nuk është e lehtë, por sot të rinjt kanë mundësi shumë. Ata thjesht duan vëqe, duan dikë që t'i drejtoj. Sot ata kanë programe nga Erasmus plot që mund të shkojnë jashtë të studiojnë. Mjafton të dinë anglishten, mjafton të dinë një gjuhë të Bashkimit Evropian dhe kanë programe plot që mund të lëvizin, specializohen, mund të aplikojnë dhe për kompanitë tuaja për punë. Thjesht të rinjt flas gjithmonë fakultetin e drejtësisë, mbetën atë ngërçin që janë të fokusuar avokat, prokuror, gjyqtar, nuk është vetëm fakulteti janë. Dhe këtë duhet ta marrin, unë nuk e di çfarë bëhet brenda fakultetit, nuk e di çfarë politika shkan, janë disa zyra aty, po gocat dhe çuan kanë thënë që nuk funksionojnë shumë. Si kudo. Si kudo. Që nuk do të flasim për këtë pjesë, nuk e kemi kompetencë, ndoshta fjalët interpretohen Ka lidhje me të folurit për të kompetencave, ka lidhje me të përballurit dhe të mos marrit një përgjigje dhe ti thua, ok, s'funksionon. Se nëse në një derë shkruhet shërbim, titro keda nuk hapet, unë mendoj që nuk funksionon, unë nuk di ç'ndodh brenda. Unë në këndvështrimin tim, në momentin që nuk më hapet dera, e konsideroj që s'funksionon. Kështu që nuk kemi duke paragjykuar askënd dhe as duke targetuar apo duke bërë, po themi, neve kritiku në këtë mes. Është shumë e thjeshtë, hyra, su hap dera, mbaroi, për mua nuk funksionon ajo gjë. Megjithatë, ka çfarë do kishe dashur ti të dije më herët? Dhe nëse do ta kishe ditur më herët, çfarë do kishte ndryshuar tek ty? Që në vitet e fakultetit, unë doja të dija që unë isha, pavarësisht që vija nga qyteti i Durrësit, pavarësisht që vija nga një familje thjesht punëtorësh, nuk kisha rrobat e bukura, pavarësisht se vija me fugon dhe me tren në Tiranë, unë isha njësoj si ato vajzat që vinin me Range Rover, me taka, të veshura bukura dhe me kostume. Nuk isha vetëm unë, ishim një pjesë që ndjeshim inferior në një fakultet drejtësie në ato vite,
ku mbahej ekonomiku dhe drejtësia, po flas në ato vite tashmë, me gocat më të bukura dhe me çunat më të bukur. Ne nuk kishim kohë, sepse unë e bëja ne, apo dhe tjerët nga Durrësi e bënin vajtje ardhje dhe rrinim në trena, në autobusa. Dikush atëherë mua do më thoshte që si ajo vajza, si ti, apo si ajo djali që vjen me renç me makina, apo ka mamin prokuror, apo ka babin avokat, ju jeni njësoj dhe në të fakultet ju do dilni me një diplom të barabartë. Askush nuk ka thënë atë. Ka pas diferencime të jashtëzakonshme. Ajo çka unë ka qenë pika parë që kam lobuar me të rinjt, si ti që vjen nga Hasi dhe si ti që vjen nga Tirana dhe ke zyrën e noterisë apo të avokatisë gati, një diplom njësoj do merrni në fund. Çfarë diferencon një student të juridikut për të bërë dikush? Pra, të gjithë e mbarojnë të shkollën, siç më the, të gjithë e mbarojnë dhe marrin diplomë mirë, keq, me notë, pa notë, me mesatare, pa mesatare, se jemi edhe shumë fokusuar tek fjala mesatare që domosdoshmërisht është kriter për të konsideruar ty një person të aftë. Por gjithsesi, çfarë e diferencon njërin student nga studenti tjetër? Njohjet. Njohjet familjare, po. Njohjet familjare. Po shtë i takon kapacitetit? Se njohjet do të ndihmojnë derisa të zëri një vend ministri, pastaj? Sa i përket kapacitetit, unë mendoj që notat deri diku nuk janë të merituara dhe ata që janë të ekselencës. Flas këtu pa frikë fare, kush dolet më shkruajnë mesazhe apo si ka marrë të herë tjetër, pse janë të pamerituar të ekselencës. Unë mendoj që nuk ka student marroj me 10. Dhe për mua studentët që marrojnë me 10 nuk janë studentët e mirë. Student mirë për mua janë ato të 7-s, 8-s dhe të 9-s. Prandaj të thashë na është bërë mesatarja infobi. Ne, në Shqipëri se jashtë të funksion kjo fjalë. Unë kam pas në kurset e mia dhe dy vajza të ekselencës. Dhe kam thënë çfarë kërkoni, ju keni marrë me medalje ari. Jo, na duhet, sepse në notat i kemi marrë, mësojnë mekanikisht, mësojnë përmendsh. Nuk është janë, si ta them, fjalët që duhet gjeti fjalët e duhura, fillon që tek pjesa, sepse është me që kush marron me nota të mira do gjej një vend pune. Dhe duhet ta heqim çik të pjesën kush marron me nota të mira do gjej një vend pune. Hapen 300 vende pune, Bashkëpunimi i Ministra i Rinisë dhe Sporteve që e përshëndes. Bashkëpunimi me institucionet fusin e 300 studentë ekselencës, po të tjerët ku do shkojnë? Ai i ri që ti e penalizon dhe ja bllokon, duke e nënvlerësuar dhe duke mos e barazuar me këta të ekselencës, ai i ri kalon në gjendje depresioni, në gjendje i duket vetë ai pa aftë. Se thot unë e di shumë që ne bashkë kemi qenë në grup o zysh, unë e di sa ka dhënë. Po sot është ekselencë dhe është në një punë të mirë. Është kudo, nuk është në çdo det kjo gjë. Nuk është vetëm te juridiku kam iden. Okej, ne jemi fokusuar tashmë duke qenë që programi është tek juridiku. Është kudo se vjen dyshim, kam shoqet e mia të ekonomiku, kam kushturat e mia pedagoge në Durrës. Dhe është kjo pjesa e diferencimit, është një temë shumë e gjarë. Nuk do sjellim ne ndryshime të mëdha, po do nisim nga ndryshimet e vogla. Nëse ne do sillim ndryshimet e vogla me 50 studentë të juridikut në një vit, ata do dalin, do ta përcjellin tek të tjerët. Kështu që unë nuk do të hyj fare analizave më të thella, sepse kaloj në tema të tjera pastaj hyrita. Por që ka shumë probleme. Unë kam qenë në brezin e 2011-s dhe kam pas fati që kam hyrë në punë. Edhe mbaj mend që gocat asnjë nga grupi im nuk ishte në punë ato kohë, ndodhi një liberalizim i universiteteve, erdhi privati te shteti, nga 300 vajtëm 700, u diplomua dhe 300 nga 3 vjeçarja, një 600 ishim ne 4 vjeçarja, dolën 1000 jurist. Ku do shkojnë? Mirë. Okej, deri tani kemi kuptuar që në stafet akademike nuk ka suport, në struktura nuk ka suport, këtu pengesë, këtu frenime etj etj. Po vetë pacient, pa më fal. Si në rregull, o zotë, s'ka që të pacient. Jam këtu me këtë term, më fal. Po vetë studentët nuk kanë një faj, dhe kur them nuk kanë një faj, jo për t'i fajsuar, por në momentin që ti vazhdon tek ajo gjëja që she, nuk reagon, nuk replikon, nuk kërkon, nuk ngrezë, a nuk është ky një faj i studentëve? Unë nuk e quaj faj, e quaj mungesë përgjegjësie.
Thash, këta të rinj sot nuk e din fare çfarë është përgjegjësia, nuk është mësuar. Ti je i përgjegjshëm, tek e fundit të kërkosh dhe atë që të takon. Nuk ka lidhje me përgjegjshmërinë, nuk kam idenë, neve nuk na është kultivuar të kërkojmë të drejtën për diçka. Ndoshta kjo vjen që e vogël, kur na thon pusho mos fal se je i vogël, pusho se e di unë çfarë të duhet ty, mos fal se e di unë çfarë do të blej ty. Kupton që të vegjël, por është hyn dhe pak zona e komfortit që po i dëmton të rinjt, hyn teknologjia, janë shumë faktorë që konkurrojnë me njëri tjetrin. Por unë prap vazhdoj të dalë si avokate që jam, unë jam në mbrojtje të këtyre të rinjve, qoftë për fajt të tyre, qoftë për komfortin e tyre, qoftë për neglizhencën e tyre, qoftë që shkojnë shkollë kot për të pirë kafe aty, unë vazhdoj të jem në mbrojtje të tyre, sepse ata kanë parë shembuj dhe po imitojnë. Një nga pedagogët e mia në podcast ka thënë që pse unë dhe ti nuk i kemi bërë këtë që po bëjnë të rinjt sot. Më ka bërë një pyetje. Edhe ne kemi qenë si këta, se sot këta, se në kohën tonë Yrita, të thash që ne shkoshim në përqendra e internetit, pagunim lek, 500 lek sa ka qenë, tim pas kompjutra në shtëpi. Telefonat nuk kanë qenë kaq të zhvilluar. Rrjetet sociale që për një arsye janë shfaqur këto rrjete sociale, është po mpiet truri, po ndodh diçka në glob. Ne nuk i kemi pasur këtë informacioni kaq të dëmshëm. Ka shumë informacion, po jo i gjithë është i shëndetshëm. Nuk kanë qenë kohën tonë, s'kemi punë mbjekore me këto gjëra. Çfarë do bënin? Do shkojnë në biblioteka shkollës, do pinim një kafe aty 500 lekë përpara shkollës, do bënin punën me projekte, numri ishte më i vogël i të rinjve, kishte më komunikim në atë kohë me pedagogët, dhe ishte tjetër pres. Sot të rinjve i kemi dhënë Instagram, i kemi dhënë Facebook, i kemi dhënë telefona që 5-6 vjeç. Ja kemi dhënë gjitha vetën këtyre. Edhe sot kur vjen studenti me detyrë të bërë nga ChatGPT-ja është një tmerr i vërtet, se nuk është ideja të dorëzohet një detyrë, sa është ideja e të kuptuar çfarë kapaciteti ka ky studenti. Që do të thotë ti duhet të kesh patjetër një ide, një projekt në kokën tënde dhe mund të kërkosh një ndihmë, ku të kërkosh në sajte të caktuara për sa i takon ChatGPT-s. Po ta përdorësh ChatGPT-n si udhëheqësin tënd. Pra sot në ChatGPT po bëhen diploma, po bëhen detyra, është bastarduar e gjitha dhe ajo çfarë është problem, është fakti, është kjo që ti the, është mpirja e trurit. Ky njeri nuk është më kreativ, se thot, unë hedh pyetjen, ma nxjerr ChatGPT-ja. Kështu që edhe këtu do më pëlqen ta përdorja fjalën papërgjegjshmëri, se dakor, teknologjia avancon, po ja nuk ka më, ja ndodhi diçka tjetër e paparashikuar që diçka kthehet, ose ku di unë, ndodh një blok i caktuar i internetit, çfarë bëhet me shoqërinë? Askush nuk ka më kapacitet të krijojë, nuk krijojnë, sot nuk lexojnë, domethënë sot nuk e di, nuk e kuptoj dot. Edhe në provim thot, o zysha ta bëjnë neve në 12 jam punën, o goc, po ti në punë jenë në dyqan. Pra ti sot, si studente, maksimumi do punosh në një dyqan, në kudo. Ti me këtë profesion do dalësh pra nga kjo, do shkosh në profesionin tënd. Si mund të lësh mos lësh ti dot punën sot, që ti po e bën për të ardhura, për nevojë, dhe jam shumë dakord që sot të rinjt punojnë dhe sa mirë që rrugët janë hapur sot, se ne na vitet turpë tregonim që punonim, ose s'na lindte edhe familja se i vinte atyre turp që vajza atyre në Tiranë do punonte. Por shfrytëzoj edhe faktin që ti je në shkollë, pra kjo puna që sot thjesht po të ushqen dhe po të nxjerr ato kafet me shoqet, nesër do ta heqësh, ti nuk do jetosh të jetën ashtu. Ti prandaj po bën një shkollë që nesër të punosh diku ku ti jesh e denj, ku të marrësh një rrogë më të lartë, ku të kesh një fytyrë, një personalitet, një emër. Kështu që sot mjaftohen me ta bëj unë, ta marr një pesun, po hajt, se punën do ta gjej. Dhe duke thënë të gjitha këto, edhe duke qenë që juridiku është vërtet një ide shumë e rëndësishme dhe ai që duhet dalë prej aty duhet jetë vërtet shumë i aftë. Kush duhet të zgjedhë studimet për juridik? Kush vërtet? Për mendimin tim, unë mendoj që duhet një reform për sa i përket kësaj pjese. Mua më pëlqen sistemi amerikan, dhe pse ne jemi dy sisteme të ndryshme, nuk mund të shkoj për drejtësi një 18 vjeçar. Truri një të riu deri në 25 vjeç formohet dhe ti e din shumë mirë. Fillon bëhet lidhja logjike të katra. Truri lart poshtë dhe këto anash, apo jo, e din. Vërtet, sigurisht mbyllet pjesa, sepse një 18 vjeçari funksionon vetëm truri emocional. Është akoma në adoleshencë.
të marrësh një 18 vjeçar nga bankat e gjimnazit, ta futesh në fakultet drejtësie dhe ta përballësh me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me Kodin Civil që vitin mos të gaboj se ka ndryshuar dhe kjo sistemi, historia e institucioneve, kushtetute janë këto të vitit parë, mëndërisht nga kapaciteti nuk e kanë aftësinë ta marrin në mënyrë logjike. Që këtu fillon problemi pastaj, që ta hapat e parë. Unë për shembull kur i shpjegoj të rinjve, e nis që të faqet e para. Edhe më thonë, si ka mundësi, më thonë, neve jemi fund të librit dhe nuk kemi kuptu asgjë, sepse ata nuk ka kuptu faqet e para Jurida. Ku bëhet lidhja, për shembull marrim një drejta e detyrimeve me cilat ligjet të tjera ka lidhja. Me cilat ligjet të tjera konkuron. Nëse kur dalësh ti. Dhe këtu fillon, në fakulteti i drejtësisë, unë mendoj që nuk duhet të jetë mosha 18 vjeç. Unë për shembull e kam pas shumë vështirë në atë moshë, unë kanë qenë disa ku i lexonin ti konceptonim gjërat Jurida. Unë flis tani se ka kaluar thon gati 14 vjet, 15 vjet dhe unë xhaj kam të qarta gjërat. Dhe unë i marr situatat me të rinj, nuk i marr me atë syrin që ti ndjej të bëjnë të ndjen keq. Po një student e vitit të 4 më thot nga ndryshon procedura civile, ligji material nga ligji procedural, për mua ky student nuk ka mbaruar punën në fakultetin e drejtësisë. Ligji material dhe ligji procedural mësohet në vit të parë, pastaj vazhdon ti të bësh një kod procedure, nuk e dinte nga ndryshoni. Kishte shku deri në vit 4. Më thënë që ajo që nuk e di nëse më kuptoj se ne do ta ruajmë live-in dhe do e dëgjojnë dhe të rinë, do ta shpërdaj dhe tek sepse unë tek faqja ime 500 veta janë student, aty që ndjeki. Ajo çka duhet me studentët, ti je vetë pedagoge, unë i kam thënë atyre që ju, kur të dilni në punë, do ta lexoni ligjin. Kur t'ju vi rasti, do ta hapni kodin. Ajo çka dua unë, që të kuptoni ju sot nga unë, është t'i keni ide të qarta që nesër mos ngatroni kodin civil me procedurën civile. T'i keni ide të qarta se si do ta kërkoni zgjidhjen. T'i keni ide të qarta se si do ta interpretoni atë nen. T'i keni ide të qarta se si do ta formuloni një kontratë. Kontratat kanë një strukturë, ndryshojnë nga element, si depozita, uapërdorja, qeraja, me që kemi rastin e kontratave tani. Ti nuk mund ta marrësh një kontratë nga noteri dhe të ndryshosh vetëm emra, sepse kontrata uapërdorjes nga kontrata e porosisë ka disa element specifik që ndryshojnë. Mund të ketë aty te nenet strukturën njësoj, po ndryshojnë nga elementët. I marrin gjërat, më thënë, ata në fakultet marrin gjërat shabllon. Ajo çka duhet punoj me këto të rinj, të sqaroj këto gjëra që ato do të hasin nesër kur dalin në tregun e punës. I them unë do t'ju mësoj ju anën procedurale, sepse ju ngecni kur shkoni te sekretaria e gjykatës. Të marr një rast i them unë shumë të thjeshtë. Shkoni aty me dorëzoni një dokument, sekretaria thotë shiko se ke gabim, humbeti. E humb fillin, i them studentëve në fazat në hapat e para të karrierës. Se ti merr këto goditjet e vogla të mosbesimit tek vetja, tek aftësitë tuaja, do të ndjekin një çik gjatë pastaj. Dhe ajo që dua të punoj me të rinj që kam punuar dhe tashmë do ta bëj një program më profesional, mirë fill, është që t'i mësoj ata si të studiojnë në fakultet drejtësie. Si të studiojnë për të marrë provimin, sepse sigurisht drysha Zyshyurita e din që për të marrë provimin ne do ta lexojmë gjithë librin, se varet çfarë pyetje do na bjeri. Ndonjëherë bjerë që s'ke Pikë. Dhe si ta mësojmë në librin. Kur kam shpjeguar për shembull atë kursin që po bëjmë tashmë, goca më thënë, Zysha, ne nuk e kishim menduar që ta bënim këtë lidhje dhe ishte kaq e thjeshtë. Ka të bëj pastaj dhe mënyra se si ti e përcjell informacionin. Sigurisht, kjo është e para. Në shkas në një avokate italiane, Migena është këtu dhe ka qenë në zgaboj në trajnimin që është bërë për avokatin, e shoh Migenën që ka hyrë, është një avokate këtu. Nuk e di nëse e mban mend Migena që avokate italiane ka thënë që kur unë e bëj një shkres, ka qenë një lidhje të drejtë për live, kur unë e bëj një shkres apo një kërkesë padija jap një qytetari në rrugë, nëse ai e ka kuptuar unë e depozitoj. Interesante. Si thoshte Einsteini, nëse ti nuk e jap ti shpjegosh gjyshes tënde, do thotë që as ti nuk e di. Fiks fare. Edhe të shkëputemi pak
I mësoj këta të rinë nga deliri i madhështisë. Nuk të bën figura e gjyqtarit as kushi, as prokurori, as figura avokatit. Si punëtorja e shërbimit, si avokati jemi në shërbim të njëri tjetrit. Thjesht na ndryshon ajo detyra që ne kemi. Ti ul me këmbë në tokë, që ata të kuptojnë që si prokurori, si avokati që kanë të ambicje, është një profesion që ne bëjmë një betim, të zbatojmë një legjislacion, një ligj që e kanë miratuar të tjerë, ndoshta edhe pse ne nuk na pëlqen, po t'japim më të mirën tonë, dhe të heqim pak të dilirin e madhështisë dhe të ul pak me këmbë në tokë. Do të bëj edhe një pyetje dhe pastaj do kalojmë pak më gjatë për te akademia. Çfarë aftëson një të diplomuar në juridik sot? Eksperjenca, pra lexon trajnime, kurse etj. më radhë, apo siç funksionon në Shqipëri? Pra, e drejton, e udhëheq, e rrit, i jep eksperiencë çfarë ai do vazhdoj të mësojë pas studimeve, apo mësohet me mënyrën si funksionon në Shqipëri dhe çfarë dëgjon bën edhe ai. Përgjithsisht gjithmonë flasim, ose ka dhe individ që din ta ndajnë këtë gjën fare mirë. Ka të rinë që kanë... Po jam shumë të qartë. Ti do të thuash që të rinë sot të kënaqen me këto që kemi dhe hajtë të çajmë me këto që kemi, apo duan të zhvillohen dhe të ecin më shumë? Jo. E kisha fjalën, kur dikush del nga fakulteti, mendon që okay, do hapi një zyrë avokatie të tjera me radhë. Kush ja jep këtij në tërësi gjithmonë? Si e fitojnë eksperiencën, si aftësohen, thonë za këta studentë? E kuptova. Aftësohen sepse vërtet kërkojnë, mësojnë, shkojnë, trajnohen etj. Apo shohin dhe bëjnë? Pra, shohin për shumica, shohin dhe bëjnë. Atëherë, ky është problemi, Jurita. Ky është problemi dhe unë ndoshta po shlirojmë çik flasë çik më thjesht tani se po flisja me shumë kompetenca. Ky është problemi. Shohim dhe bëjmë. Shkojmë në një zyrë avokatie për të marrë një praktik pune dhe më thonë që s'morëm asnjë. Sigurisht që s'ke marrë asnjë, sepse ajo avokatja nuk ka kohë me të dhënë ty asnjë. Sot, sistemi në këto kushtet, nuk po kemi mund avokatët, nuk po kanë më mundësi të paguajnë dhe qerat e zyrave që kanë. Këto kushte jemi. Drejtojnë trupin. Ku ta mësojmë? Ku do shkojmë? Ju do kërkoni vetë në jetë, nuk ja u jep askush gjërat. Si do kërkoni? Duke parë shembuj nga të huajt, ka plot sot, pse nuk kërkoni informacionet që ju janë të shëndetshme për trurin, po kërkoni gjëra që humni kohën. Si do formoheni? Duke gjetur projekte trajnimesh jo vetëm brenda Shqipërisë. Të jemi sinqert, Yrita, brenda Shqipërisë, në fushën tonë nuk ka. Nuk ka specializime këtu. Sepse edhe në magjistratura, kodi civil që bëhet në vit të para, ai të bëhet në magjistraturë, nuk bën shkencë. Është dhe aftësi interpretimi i profesioni jonë. Dhe ta bëja këtë pyetje. Ligji është njësoj për të gjithë, si për njërin avokat, si për Ylkën, si për Migenën, meqense ma përmendje si emër, po nuk e njoh. Si fitohet aftësia për ta interpretuar në favor të klientit? Klienti quani apo jo? Po, të klientit. Po. Në favor të klientit. Si fitohet kjo aftësia? Se njësoj është, për kufizimi është njësoj. E di si fitohet kjo aftësia? Në momenti që ti ke besim tek vetja, në momenti që ti ke siguri tek vetja, atëherë ti do t'ja japësh këtë siguri dhe besim klientit. Unë i kam sigurinë te vetja në rastin tuaj, se është çike vështirë për me pas siguri. Është duhet lexojnë. Juristit, tani po i kemi dal nga fakulteti, kemi dal të diplomuarit, e morëm diplomën e këtu. Nuk është pyetje, se përgjigjen e di, thjesht dua që ta kuptojnë. Nuk është çështja e të gjeturit mentorin, është çështja e sa ti po kërkon nga vetja në këtë profesion. Të rinjt kërkojnë shumë. Kërkojnë, po i kanë dyert e mbyllura, Yrita. Kuptoj. Nëse do, ti nuk do, po nëse do, publikoj mesazhet që s'kam dash ta bëj një formë të tillë, kur unë jam kthyer dhe në një zyrë pune. Zysha të lutem më gjej një zyrë të bëj praktik. Zysha të lutem më zej për 3 muaj do rri parrok. Zysha të lutem më gjej një vend kur unë ta mësoj të gjë. Zysha të lutem a njeh ndonjë ti. Dhe më ka thënë zysha nuk është zyrë pune. Maksimumi që mund bëj, dy orë të kolegët e mi. Por dhe ata aq mundsi kanë. Pra nuk kanë, dhe prandaj unë po loboj dhe thash që jo të gjithë juristët do bëhen avokat. Mbaro diplomohu jurist, shko te shkolla avokatisë, është biznes o Yrita, është biznes.
Mirë, se kudo, mos mendoj që në fushën time është më thjesht. Dakor, pra. Po problemi këndon që Do të ta lëvizja me shëndetin, kur të lançoj këtë akademi, dalem te akademia, thuaj edhe këtë dhe ndalemi pak. Po. Atëherë, pastaj do ndalemi çfarë do ketë në fokus akademia që do jetë gjithë përfshirë, sepse ndoshta unë do jem iniciatorja, apo unë do kem njerëz aty. Ajo do ketë dhe suport psikologjik. Në kuptimin jo, unë nuk dua as psikiatër, as psikolog. Të rinjt thonë nuk ka nevojë për ilaçe kundra ankthit, Yrida. Po pin shumë. Të rinjt sot ka nevojë vetëm për një fjalë, dhe ti shkëput komplet nga errësira ku janë. Unë do përfshina këta në akademi, ne shqyqyr Zotit kemi njerëz, dhe unë falenderu se Zotit pa mas që kam takuar njerëz kaq të mrekullueshëm dhe te Powergate. Ne kemi një skuadër të jashtëzakonshme te Powergate, me vajza dhe djem specialist për t'i dhënë ndihmë dhe për t'i nxjerrë nga tunelet ku të rinjt janë futur. Nëse ne sot nuk punojmë me këta të rinjt, do shoqëria jonë do vinë në dështim gjithmonë dhe më shumë. Kape në moshën 18-20, se po vajti 50, pastaj do jetë shumë e vështirë. Po sigurisht 50 fillon edhe mbyll ciklin, pothuajse në karrierë. Okej, përmende pak që do flitet në akademi dhe për ushqimin. Si mund të lidhet? Si mund të lidhet? Lidhje ka ushqimi këtu. Ushqimi ka shumë balanca, ushqimi i shëndetshëm. Që ne të jemi produktiv, nuk mund të hyjmë në sezon duke ngrosur fllaqe. Që ne të jemi produktiv, nuk mund t'i shkruajmë zyshës që zysha tim thet ha një supë, unë nuk di ta bëj supën, dhe zysha t'i shkruaj dhe një recetë supe aty te telefoni si ta bëj. Unë nuk mund t'i them që shiko, do hyni në sezon provime, shkini me kujdes me ushqimin, hiqni Red Bullat, hiqni kafeinën. Kam tek trajnimi të përgatitemi për një provim, këshilla dhe teknika që e kam marrë nga Universiteti i Kanadas, ku aty ka dhe këshilla ushqimi dhe unë nuk jam adape. Unë mund t'jap nga eksperienca ime këtu në shtëpi, apo çka gatuaj unë, apo çka kam mësuar nga Yrida, çka kam lexuar tek Yrida. Kështu që këta të rinë në këtë akademi do të kenë dhe informacion për sa i përket ushqimit dhe sa i rëndësishëm është ky ushqim. Edhe me që do organizohen për disiplinën, në fakt një shprehje është, nëse nuk arrin dot të disiplinosh ushqyerjen tënde, nuk do jesh i aftë kur të disiplinosh asgjë. Kështu që mua më vjen mirë që ti ke këtë qasje, se jo të gjithë kuptojnë vërtet rolin e ushqyerjes së mirë. E kam vërtetuar Yrit. Thash, përpara se të dalim në këtë live, të dalim bashkë në këtë live, përpara se unë ta marr këtë iniciativë, edhe më ka ardhur kështu brambam thirrja që hajde ta bëj, ka ardhur koha tashmë ta bëj. Ta bëj. Nuk kam menduar asgjë tjetër. Në momentin që mua të rinjt më kërkojnë, unë do ta bëj. Në momentin që një vajzë mua nga Saranda thotë, "Zysha, unë e vazhdova masterin, faleminderit, se për 2 viteve unë nuk kisha vendosur kur ta bëja masterin." Në momentin që një vajzë më thotë, "Zysh, faleminderit, unë sot nuk kam turp të dal para auditorit dhe të flas, edhe me rrobat që i kam vesh gjithë javën." Dhe është me mesatare 9.8. Kur thotë, "Zysha, faleminderit se fal këshillat e të tua, unë sot nuk e shoh veten time që do të jem vetëm një vajzë seksi në thojza, që të bie në sy, sa kështu e krijen vetë besimin se janë të reja. Unë sot i di aftësitë e mia se kush jam. Faleminderit për librin që më the për ta lexuar." Se thash, unë jap indicie, nuk i them, ata do zgjedhin vetë Yrida çfarë do bëjnë. Unë i orientoj, jap një libër, thysha me lexoni këtë libër, mos rrini kot. Edhe shoh që diçka e marrin tek ai libër. Gjejnë të rinjt akademin, kur fillon, në çfarë platformash mund të regjistrohen, a ka një kosto të caktuar, sa zgjat? Unë jam duke punuar dhe në muajin maj do filloj të punohet me platformën. Do jetë, duke qenë që nuk e di, zoti Klisma ka dalë nga live se mos më dëgjon, që unë them nuk marr vesh nga teknologjia. Sa ne kemi Klisin që na ndihmon me gjithë këto gjërat që si di. Prandaj duhet skuadra, se s'mund t'i dish të gjitha. Dhe nëse do dish jo, shqyr zotit, kam vllajin që ka bërë IT dhe ka një shokun e vet që do merret me këtë pjesë, do jetë një faqe imja. Nuk e di se si quhen këto, po do jetë një faqe, do jetë hyrja e fix web, aty do të jenë të publikuara kurse për secilin vit akademik. Unë do të trajtoj në kurse lëndët më të rëndësishme dhe që kanë më shumë volum, për t'i dhënë mënyrën se si do ta studiojnë, do të punojnë bashkë për mbledhjet, jo të tëra lëndët, më kryesore.
do të jenë trajnime pastaj të specializuar në fushën time. To pastaj do të jenë për studentët që kanë më tepër ambicie dhe në vit të fundit, se një vit parë nuk mund bëj trajnim gjyqin administrativ në shkallë të dytë në apel. Unë në këtë gjyq jap komplet procedurën, hap pas hapi, dokumenta, çfarë duhet, çfarë rrugë duhet ndjekin, çfarë duhet të bëjnë. Do jenë antarësimet. Unë do bëj një numër të kufizuar antarësimes. Në maj do jetë puna dhe me shpresën tek Zoti publikimi do jetë në qershor. Dhe muaj korrik dhe gusht do jetë fazë regjistri antarësimesh në këtë akademi. Dhe për të startuar në shtator, që unë do të jem afër studentëve si fillim në sezonin e vjeshtës. Më pas do jetë Jo, do të funksionojë online, do ketë diçka unë kam shkyer kjo akademi do të sjellë shumë të reja, por do të t'i marr hap pas hapi. Unë jam një aty që rri me shumë këmbë në tokë dhe nuk fluturoj. Jam kurioze, pyes për çdo gjë. Nuk fluturoj si natyrë, sigurisht do funksionoj online, se unë kam parë që i kam shumë komod kur i kam online të rinjt, mos t'i nxjerr atyre mbas dite, ulen aty te dhoma e konviktit apo në shtëpitë me qera ku janë edhe ose kur i kam garretet në shtëpitë e tyre. Më ka ndodhur disa prej tyre më njohin dhe familjarët tani, që vinë aty dhe përshëndesin. Të shtëpitë e tyre do jetë si fillim, do nisim me këtë suportin tim. Me vitet e para do punohet shumë me pjesën e se si ti qasemi në fakultetit, këtyre që vinë nga rrethet në Tiranë. Do jenë të publikuara kurset e trajnimet, antarët do ketë suportin tim për një vit akademik. Në për çdo pyetje për t'i udhëzuar, do t'i përfitojnë të gjitha kurset e trajnimet me 50% të vlerës që do t'jetë aty. Për antarët e akademisë do të ketë dhe takime me mua individuale. Për antarët e kësaj akademie do të ketë dhe takime fizikisht me mua në grupe, tek zyrat e organizatës së drejtësisë, unë aty do t'i lë takimet. Do t'jetë një kalendar ku ato do të pronotojnë takimin që du të diskutojnë një temë veç me mua. Gjithashtu pastaj rrugës, sigurisht unë do të në bazë të ecurisë të gjërave, do të ketu seminare, do të ketë dhe takime më të mëdha në numër. Do përpiqem shumë që gjatë punës të kem lidhje që unë t'i mundsoj këtyre një praktik pune. Me kolegët e mi të bijem në një dakorsi bashk. Dua të fus tash suportin psikologjik për këta të rinj. Kjo do jetë rrugës kjo pjesa. Për momentin ndoshta do ta bëjnë dhe me mua, sa njohuri kam nga fusha e psikologjisë, por që do fus dhe këtë suportin psikologjik që të jetë gjithmonë për antarët. Ti je sigurt Yrita që kanë shumë nevojë. E di, për këtë jam e bindur. Yrita, për ta kam kuptuar edhe diçka. Të rinjt kanë një gjë që jo me të gjithë flasin. Duhet krijosh një lloj besimi tek ata. Patjetër. Ka të bëj shumë lidhja e besimit që krijon me këta të rinj. Kanë nevojë të jashtëzakonshme të këtij lloji suporti. Nëse ato janë të qetë pastaj nga kjo pjesë, çojnë gjithë me shumë dëshirë të mësojnë, të bëjnë, unë i shoh shumë të frymëzuar dhe unë kënaqem, unë marr shumë adrenalin nga ata. Marr jashtëzakonisht adrenalin. Është normal. I shoh shumë frymëzuar. Përpara se të kërkoj një mesazh për të rinjt në përgjithësi, jo vetëm ata që janë në juridik, se ti ke iniciativën shumë bukur dhe vërtet përgëzoj se është shumë e rëndësishme dhe e nevojshme që dikush të drejtojë në jetë, dhe aq më tepër në periudhën studentore ku ti je edhe larg familjes, larg vendit tënd etj dhe hasesh me gjëra të reja, me shoqëri të re, me mënyrë të re të perceptuarit të gjërave, po edhe për ata të cilët nuk janë në juridik, po nesër pas nesër mund të dalin shumë si ty që kanë qejf ta bëjnë këtë mentorimin, ashtu siç kisha një vajzë tjetër që mentoronte për studimet jashtë. Para se unë ta kërkoj këtë mesazhin për të gjithë këta të rinj, a ka diçka që ti do ta shtosh lidhur me akademinë, lidhur me kurset, si të kontaktojnë, apo ku di unë se çfarë? Po dua që sot, shumë hynë e dalin nga live, po në momentin që do të jeti postuar apo e kaluar në YouTube-in tim, gjithmonë ka pas më shumë interes kur është parë më vonë apo në YouTube, edhe ndaj dua që çdo informacion ta kemi të kristalizuar. Atëherë, gjithçka në rreth akademisë, unë jam atë parimin të lë gjërat procesit dhe të vinë hap pas hapi. Gjithçka do jetë në mënyrë elektronike, çdo regjistrim, çdo gjë do jetë komplet online.
Deri tashmë unë kam punuar në mënyrë mekanike. Në të thotë që unë ka vazhduar me atë metodën e vjetër, shënon numra telefonin blok, regjistron WhatsApp, kontakton nga WhatsApp, informon grupo WhatsAppi. Tashmë do ta kenë më të thjeshtë. Do jetë komplet elektronike regjistrimet. Mbaroj një vjeçari, dalin nga grupi automatikisht i nxjerr vetë programi për të rifilluar regjistrime e të reja. Por deri këtu ishte pyetja. Po, deri këtu ishte pyetja dhe a kishe ti diçka për të shtuar ishte pyetja? Jo, unë nuk dua t'i them të gjitha. Dua t'i lë dhe diçka për prezantim. Ajo çka unë dua të theksoj për të bërë pak t'i kem të qartë ata që do ta ndjekin këtë video. Gjithmonë pëlqen t'i bëj gjërat shumë thjesht, nuk dua t'i ndërlikoj gjërat. Akademi, wow, një gjë shumë e madhe, mentor, wow, ku ti çfarë është. Jo, nuk është asgjë. Është një person që ka dalë këtu para jush, do t'japi një kontribut në këtë shoqëri, nuk do t'a japi e punësuar tek askush, e ka ëndër të punoj me të rinjt, e ka ëndër të flasi tërë kohën, e ka ëndër të ketë ishte një pedagoge, por nuk do të punoj në fakultete, dhe ka dalë këtu para jush për të kryer një mision të saj në mënyrë më të thjeshtë mundshme, dhe t'i them këtyre të rinjve që ju nuk jeni vetëm, ka njerëz që ju duan fort, dhe unë jam një prej tyre që nuk do i akuzoja kur këta të rinj për asgjë. Janë dhurata më e bukur që ne kemi, këta të rinj fëmijët tanë, dhe janë, ta thuaj, si më ndihmo me fjalën e shoqërisë, jo shtresa, kategoria e shoqërisë, janë kategoria e shoqërisë që po masakrohet Yrida. Po masakrohet. Që kur hynë shpi, më falë, o legend ti si për asgjë. Po. Po mene që ti thua o legend ti si për asgjë që preti nga i fëmi më. E vërtet është. Nuk ka stimulim. Dakor, zemra gocat kanë qenë lyen të lyj flokët, po ti s'ke mene për asgjë, ngele për lyj flokët. Okej, është proces edhe ky, shohin duan, ndryshojmë. Për këtë do merret Vjosa. Kush po merret anej? Për këtë pjesën nuk po e hyn, është një grup tjetër që do merret me këtë pjesën e se si duhet. Prandaj po të them, kjo është e ja ku ka dalë një person këtu që unë thash, fillojmë nga ndryshimet e vogla dhe ti e përmend shumë shpesh Yrida këtë. Dhe unë falenderoj se kam shtu kaq shumë gjona nga ty. Jam për specialiste tek ushqimi. Djali im një herë shparën pyeti, doktoresha ime ka thënë një gjë për mua. Kjo akademi vërtet quhet akademi se unë duhet i vë një emër. Kjo është një suport për një numër të kufizuar. Nëse unë arri për një vit akademik të ndryshoj frymën, të ndryshoj mendsinë, të ndryshoj perceptimin të 50 të rinjve, këta do frymëzojnë dhe 500 të tjerë. Sigurisht, patjetër që po. Patjetër. Një mesazh të fundit Ylka për ta përmbyllur, një bisedë vërtet shumë të këndshme, edhe të një niveli vërtet kur e themi në një fjalë intelektual duket sikur po flasim me terma super të mëdha, po jo, ti je intelektual është pikërisht kjo. Të kesh kapacitetin që me fjalë të vogla të mund të bësh të tjerë të kuptojnë dhe të ecin përpara. Kështu që të falenderoj për gjithë bisedën, një mesazh të shkurtër për kudo, jo vetëm të rinjtë e juridikut, po të rinjtë në tërësi. Për këtë tema mund të kenë mesazhe plot, po unë do vazhdoj të jap mesazhin që unë kam marrë dhe kam zbatuar për veten time. Përgjigjet do t'i gjesh brenda vetes, kushdo qoftë, si të rinjt, si kushdo që do të na ndjeki. Nëse je në ullkryq, nëse nuk di nga do marrësh, nëse nuk di, ndaloj një sekond, reflekto dhe përgjigjen do ta gjesh brenda vetes. Unë di të vetëm diçka, nëse Yrida ja ka dalë deri sot kaq e suksesshme, apo personi tjetër ja ka dalë, i ka gjetë përgjigjet brenda vetes, ka punu fort, me punë harriet gjithçka, mos u dorëzoni, edhe pos ju heci, s'ka problem, do t'ju heci diçka tjetër, mos u dorëzoni, nuk pëlqen ta them shprehen shifej ndonjëherë me optimizëm, se ndoshta kjo te disa persona që se kanë ndikon keq, po çon gjes me falënderimin që sot jeni zgjuar dhe keni këtë dhuratë kaq të bukur që po shikoni dritën e diellit. Të rinjve unë këto ju them, niseni çdo ditë me falënderime dhe këtu do fillojë gjë ndryshimi juaj. Është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë. Sepse momenti që ti falenderon ekzistencën do të thotë që ti do të gjesh edhe mënyrë për ta përmbushur dhe për ta mbushur këtë ditë me më të mirat e mundshme, duke dhënë nga vetja, por edhe duke marrë nga dita, se që të ruash balancën do t'japësh dhe të marrësh, edhe normalisht që nëse ti jep energji, do marrësh energji, pastaj varet nga
ngarkesa që i jep energjisë, është pozitive apo negative. Megjithatë, live të tilla ju se kam unë, po cili do individ që merr iniciativa për bërë live të tilla apo podcast apo çfarë do emri qofshin, janë një mënyrë shumë e mirë për të nxitur të menduarit mirë. Ne kur e kam thënë një herë nuk dini të mendoni, kam thënë çfarë po thotë kjo, por realisht ne nuk dim të mendojmë. Ne thjesht mendojmë, kryejmë një proces që truri e ka në mënyrë automatike. Të dish të mendosh. Po, të dish të mendosh është tjetër gjë, dhe që të dish të mendosh, duhet vërtet të lexosh, të njohësh njerëzit e dur, pse është shpreha ti produkti 5 personave me cilët qëndron. Zgjidhni këta 5 persona dhe ti do të jesh produkt i atyre bisedave. Ylka, vërtet të falenderoj shumë, vërtet nuk e kemi gjetur kur kohën për të pirë një kafe, por kjo ishte kafeja më e shijshme që mund të kishim pirë bashkë. Ylka, edhe unë të falenderoj shumë ty njerë që ti e ka që mirë për çdo gjë. Unë e di që shumë persona aty të njohin sa e mirë je, por që ta them dhe unë nuk bëj keq, unë nuk para bëj komplimente. Sa e egër Jo, këtë më thonë dhe mu që është shumë e egër. Ndonjëherë shumë thot sa e egër që unë aq e ëmbël, po jam edhe shumë e sertë ndonjëherë. Po unë kam thënë ti je një person që ty të njohin shumë tashmë, je person publik, përcjell një energji shumë të mirë, ke një dashuri të madhe për profesionin tënd dhe uroj që shumë njerëz të kuptojnë, uroj që ti ta vazhdosh të misionin tënd, se gjithçka nis nga goja, them unë çaj fut gojës. Aty nis gjithçka dhe unë ty të uroj suksese në çdo iniciativë tënde. Më thash nuk jam natyrë kështu që bëj, nuk di të bëj shumë kështu, lajka gjëra. Nuk di të vetëm kaq, Jam falenderuese Zotit që kam takuar njerëz të mrekullueshëm dhe në këtë grup edhe ti. Ndoshta neve ishim kështu shumë pak, në një seminar jemi parë njerë kështu, po mund duke sikur kam kohë që të njoh. Dhe kjo është një kontratë që ka ardhur. Duke sikur kam kohë. Më parë, që kështu nuk diskutohet që po. Vërtet jam falenderuese që të njoh sinqerisht dhe shumë suksese në këtë iniciativë të re. Edhe ishte batuta ajo, por realisht unë jam shumë e përmbushur me punën, me mënyrën se si njerëzit po themi më duan dhe më vlerësojnë. Edhe sigurisht ne diell nuk kemi që t'i ngrohim të gjithë, por në pjesën më të madhe të njerëzve vërtet jam nuk e di, e kam ndier dashurinë, edhe kështu që një ndër ata persona që ma ke dhënë edhe ti, se nuk është e thënë të takohesh për ditë për ta patur një njeri mik apo mikesh, por në momentet kur ka iniciativa të tilla dhe je aty, kjo tregon vlerësimin që ti ke për tjetrin. Kështu që vërtet shumë suksese, shumë falënderim Rapuca të shokun tim të vogël që ke aty. Ajo unë doja se ky live do të ruhet, edhe doja të them vetëm diçka për sa i përket pjesës ushqimit. Shumë nëna, si isha dhe unë, me fëmin tim, që nuk paria ta menaxhoja do tek ushqimi. Ne nënat kemi një gjë që kemi zemrën pak të butë, si t'ja heqën ushqimin djalit. Mraft pika mamit pa i e kërkoj, ua gjunat, ja bëjnë djalit të ja hiq sot ja jap nesër. E kemi në këtë tendencë. Edhe unë të dashur nëna, kush do ta ndjeki këtë live, me djalin tim të vogël, nuk arria të bëja dot një balans në ushqim, ja hiqa biskotat sot, ja jepja të nesme hate nga 2 tasa, dhe ka shtuar në kile më shumë se ç'duhet për moshën që ka dhe e pashtë arsyeshme që nuk mu duk shumë e normale dhe e shëndetshme për ata. Duke qenë që unë kam një kulturë që nuk është turp të shkosh tek mjeku, nuk është turp të marrësh një këshill, nuk është turp të marrësh një mendim specializuar dhe kontaktoj Ylida Bashën, njoh shumë dietologe, kam shumë mikesha që kanë marruar këtë shkollë, por mua intuita ime më drejton që ta çoj djalin dhe t'ia besoj 2 fjalëve të Hyridës dhe kam shkuar bashkë me djalin tek Hyrida. Kam mjaftuar 2 fjalë të Hyridës në mendsinë e një 5 vjeçari që ai sot të arrit më thot mua, mami po bën gabim do të marr doktoreshën në telefon. Që më çaj më mjafton që djali dhe në kopësh i ka thënë mësueses që mu doktoresha më ka thënë që është e shëndetshme për mua, jo e kam frikë doktoreshën. Është e shëndetshme për mua që do haj vetëm 1 pjatë dhe jo 2 dhe nuk do ta haj ushqimin me zor kur nuk dua. Prandaj të gjithë nënat, nëse dhe kur fëmia nuk han ushqim, apo konsumon dhe më shumë se ç'duhet, se fëmijët ndonjëherë nuk e kontrollojnë këtë pjesë, drejtohuni te specialisti, kapeni që tani që atë vegjël, mos pritni kur shkoj 25 vjeç, pastaj se dihet më e vështirë.
Pra shkoni te Yrida. Yrida, shumë faleminderit se emra, ke zgjidhur një problem shumë të madh. Bistota që atë ditë nuk janë futur në shtëpi. Bravo. Shumë faleminderit, ishte shumë e bukur si bisedë. Uroj që njerëzit të kenë përfituar diçka. Sigurisht kohën nuk e kanë të gjithë në dispozicion për të qëndruar këtu, por ne e postojmë, e ruajmë live-in, ndërkohë postohet në YouTube-in tim Balans by Yrida dhe me sa diull ka dhe ti ke atë YouTube-in tënd ku postoj podcastet apo gaboj? Unë kam tek Zip Multimedia, nuk e kam pas. Okej, mund ta kalojmë edhe aty për ta share edhe më shumë, sepse janë informacione që vlen edhe për këto nuk duhet kursyer asnjëherë, pra dhënia e informacioneve. Shumë faleminderit ty që ishe këtu me mua dhe të gjithë ata që pra pak kohë sa patën qëndruan, ikën, erdhën, pak rëndësika. E rëndësishme është që ne të japim. Pastaj gjithë secili gjen kohën e vet për ta marrë atë që është hedhur si informacion. Ju ka shumë faleminderit, uroj një mbrëmje të qetë, një fundjavë të bukur. Edhe do të shihemi në projekte apo ndoshta edhe në live të tjera, sepse kjo është një ndër gjërat që ti mund të bësh, por ka shumë të tjera që ti duhet të ndash me ne. Kështu që njerëzit shumë faleminderit. Edhe shohim çfarë do bëjmë rrugës. Kemi gjëra të bukura. Ky vend ka shumë nevojë, Yrida, ka shumë nevojë që ti bëjmë gjërat edhe vet pa u përzierë me gjëra të tjera. Un kam kuptuar që në profesionin tim mund të jap shumë gjëra edhe në këtë formë. Po patjetër. Patjetër, që në momentin që ndihmon një të ri, ke dhënë mjaftueshëm sepse ai ju ka përgjigjur një rrugë që e kishte humbur ndoshta. Shumë faleminderit, natën e mirë, ta mbyllim. Natën të përqafoj. Ta mbyllim shtëpi apo unë? E mbyllun. Okej, të përshëndesim. Natën zemë. Natë.